shkojnë që kur ju në studio për ata që po na ndjekin në këtë mëngjes, unë kam dalur sot para jush të shqiptuzëve që të bëj një përmbledhje të shkurtër të asaj se çfarë ka karakterizuar 24 orë në fund apo edhe 48 orë e fundit. Në tekst dëshiroj që me u ndal tek raporti i fundit 24 orë të policisë, i cili përfshin Kosovën dhe Pejën. Në Kosovë janë arrestuar 22 persona, 11 prej tyre janë të dërguar në mbajtje, ndërsa përket rajonit të Pejës, 2 prej tyre janë arrestuar dhe njëri nga ata ka përfunduar në mbajtje. Dhe në gjithashtu gjatë vikendit janë shqituar 431 gjopa trafiku. Arsyeja pse po e bëj këtë rekapitulim është se pikërisht nga 22 persona, 2 prej tyre që janë dërguar në mbajtje dhe është njëri prej tyre i cili ka qenë i pakënaqur me një gjobë në trafik, që vjen nga rajoni i Istogut, i cili në shenjë pakënaqësie që i ka shqiptuar gjobë polici, ka dalur dhe ja ka shkyer tiketën e trafikut, tiketën e gjobës në trafik e policit dhe e ka sulmuar policin. E tëra kjo bazohet në raportin 24 orë të policisë të Kosovës. Njëjti pas arrestimit dhe intervistimit të shpjeguar në procedurë të rregullt, ndërsa një tjetër rast incidenti i cili ka përfunduar pas arrestimit edhe në mbajtje, është rasti kur një person ka sulmuar me pik një tjetër dhe i cili i ka shkaktuar edhe lëndime trupore të njëjtit. Personi i cili ka kryer këtë vepër është dërguar në mbajtje dhe tek i cili përveç pikës është gjetur edhe një skalpel. Dhe gjithashtu personi i cili është kthyer në pikë ka pësuar edhe lëndime për çka ka marrë tretman mjekësor. E tëra është, domethënë, kjo përse përket rajonit të Pejës, se përket këtyre lajmeve, ndërsa një ngjarje që ka ndodhur dje në gjykatën themelore në Pejë, pikërisht në ditën ndërkombëtare të grave gjyqtare, është pensionuar një gjyqtare e njohur, i cila me vite të tëra ka dhënë kontribut pranë këtij institucioni, është gjyqtarja Afrodita Mulhaxha, e cila ka dalur dje në penzion pra pikërisht në këtë ditë ndërkombëtare të grave gjyqtare, si edhe një lajm tjetër i cili është bërë i ditur dje nga institucionet komunale që Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik është dhënë gur themeli i ndërtimit të shtëpisë së bjeshkatarëve Gjeravica dhe e cila pritet që të jetë një prej pikave në të cilën do të shpaloset edhe historiku i bjeshkëve të Rrugovës, dhe Pejës, gjithashtu pra, përveç që Rrugovës kemi edhe bjeshkë të tjera të cilat e rrethojnë Pejën dhe për të cilat do të flitet pikërisht në këtë shtëpi e cila siç është bërë ditur do të i ngjasoj një muzeu. Kjo është e tëra për sa i përket rajonit të Pejës gjatë 24 orëve të fundit. Faleminderit shumë për gjitha këto informacione që i solli në studio sot Valdren. Gjithashtu ditë mbarë. Jam kurioztare paraprakisht para se ta mbyllim, a bisedove me atë vajzën që doli përpara mbrapa, ç'është ishte? Ajo vajza është Po, ajo vajza nuk e ka ditur fillimisht që jemi në transmetim live dhe është ofruar që të na përshëndet siç bën zakonisht, ajo është një shoqe jona nga qyteti dhe kam biseduar dhe jemi sqaruar. Mirë, se ishte shumë e lezetshme. Faleminderit shumë për këto informacione, takohemi përsëri nesër. Gonxha është e fejuar vajza, lutem. Po s'ka lidhje, unë nuk jam të ja sill shikës. Në fakt është të martuar, tash më ran mend se ka marrë pjesë të vendosmen e çiftit Tahir Begolli. Unë veç thash të kallëzoj që gjesti ishte shumë i lezetshëm, jo gjesti Big Brother. Mirë, po mënyra se qysh u qas me të përshëndet ishte shumë i lezetshme. Faleminderit shumë, ditën e mirë.